Keni probleme shëndetin? Kujtoni se ju kanë mallkuar dhe gjërat nuk ju vejnë mbar. Kujtoni se kur ju kanë bërë magji. Nuk ju shkon mirë fati në jetën bashkëshortore. Mundojnë të gjini një mashkull ose një femër për të fejuar, për të martuar, për të bërë një marrëdhënie dhe nuk ju ecën, keni pengesa në të gjitha anët. Mos keni probleme gjithmonë me sëmundje të ndryshme, keni shere në shtëpi, keni ankth, keni stres. Nuk ju çon mirë biznesi, punoni dhe nuk mund të vështilni lek, diçka fshihet mbrapa atyre. Ndjeni që keni energji të keqe, ndjeni të lodhur, pa bërë punë, diçka ndodh në jetën tuaj. Në qoftë se doni të mësoni sekretet dhe të gjini zgjidhje në të gjitha këto probleme, kam zgjidhjen dhe sekretin që mundet ta ndaj me ju. Në qoftë se të intereson, dua të shkruash këtu çfarë problemi ke, të shtypësh zemrën, të më ndjekësh në TikTok, të më ndjekësh në kanalin e YouTube-it, do ta gjini këtu në TikTok, është Petaluda Tiheri, 333, flutra me fat, dhe mund të komunikoni që mund të bëjmë një Zoom dhurat për të gjithë juve, ose mund të komunikoni me numrin e telefonit tim që të mund të gjeni zgjidhje. Nuk jam fallxore, nuk merrem me këto gjëra, bëj terapi, i kam të studiuara se në çdo temë ka zgjidhje. Ajo që ngelet te ju është të filloni të kuptoni dhe të ndjeni çdo të thot energjia. Se dhe një mallkim na kap, dhe një person kur bën thashë theme për emrin ton, dhe kur na ka zili na kap, këto janë energji të këqija. Kush dëshiron mund të shikoj faqen e internetit tiheripetaluda.gr, do ta shikoni dhe këtu, mund të më kontrolloni, mund të më gjeni, që bëj pastrime të personave, të shtëpive, të bizneseve tuajve nga energjit e këqija. Sepse njeri kemi zeli tjetrin dhe vetëm nga zelia mund të na ndodhin shumë gjëra. Në qoftë se do të ndryshosh jetën tënde, mund të komunikosh me mua. Dhe mund të bëj shumë gjëra dhe siç mund të dalë dhe këtu dhe ka bërë shumë gjëra falas, mund të bëj dhe këtu në TikTok dhe kudo gjëra falas, por nuk janë të gjitha falas sepse kjo është puna ime. Kam studioj gjithmonë dhe më është dhënë dhe dhunti nga Zoti. Ndaj në qoftë se dëshiron të ndryshosh jetën, komuniko me mua. Ju uroj fat e mirësi.